Sa shkova të dera Hegurit, u shkreja në vaj. Më thot, nana, që hemës kjaj, je djalisa Fartinit, je duhet me kënjën me zburash, amare. Isha hutu kërët, s'disha ku jam. Më thot, nana, thot, që ke me të punu nana herën tjetër. S'disha që më thot, 2 shegera, tegera, nana. Edhe sot kur i shof shegat, më kujtohet nana. Ajo vetë ishte në burg? Ka përjetu burgun në Serbi. Ka kanë moshën 16 vjeç, 15 vjeç është martu. Sa ashtu kanë 16 vjeçë në burg? Po. Thot nana lyshin ftyrën me dhe, kisha vjarën, edhe u lyshin që kishin frikë se na përdhënoj. U detyru baba, mu dorzu, se i thanët po shkatojnë familjen. Atëherë, baba u dorzu, i lirune, ishte mu po shkatu në nesër një përbatin musliman, se na kena përbatinat shumicën musliman. A govik të Shkodrës që janë në Tiran, janë përbatinat tonë. Pra jena vlazën. Ai i qilë deri në burgu t'ik, merë familjen baba dhe ardhe në Shqipni, ku nana thot, ardhe mu strehu në flamunin e shajt shqiptar. Por me ardhen e komunizmit, pësu me ato fatkeqësi të papame.